Partia Demokratike ka dërguar një shkresë në Departamentin Amerikan të Drejtësisë ku ka denoncuar sipas saj parregullsi që ka pasur procesi zgjedhor i 11 majit. Ndërmjetësi në këtë rast është kompania Continental e kontraktuar për lobimin e PD-s në Amerikë. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025 në Shqipëri u njollosën nga shkelje sistematike që cënuan seriozisht parimet ndërkombëtare të procesit zgjedhor. Pavarësisht ndjekjes së procedurave formale zgjedhore, zgjedhjet nuk arritën të ofronin një mjedis të drejtë dhe të lirë, ku votuesit të mund të bënin zgjedhje të informuara, thuhet në nisje të dokumentit të Partisë Demokratike. PD-ja ka renditur të gjitha akuzat që sipas saj ndikuan në manipulimin e zgjedhjeve, ndërtor rendit të keq përdorimin e administratës publike, përdorimin e bandave dhe kontrollin e medias. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025 në Shqipëri u karakterizuan nga abuzime sistematike që kompromentuan legitimitetin e tyre, keq përdorimi i burimeve shtetërore i administratës publike dhe ndërhyrje kriminale, kontrolli medias, shtrembërime ligjore, pengimi i aktiviteteve të opozitës dhe mosveprimi i agjensive të zbatimit të ligjit minuan kolektivisht procesin demokratik. Këto gjetje përputhen me vëzhgimet nga organet ndërkombëtare të monitorimit, përfshirë OSBE ODIR, që theksoi shqetësimet në lidhje me keq përdorimin e burimeve publike, friksimi i votuesve dhe paragjykimi i medias, thuhet në konkluzionet e dokumentit. Ndërkohë, Partia Demokratike kërkon ngritjen e një hetimi ndërkombëtar për zgjedhjet, si dhe formimin e një qeverie teknike.